Sot, në qytetin e Gjakovës, ka hapur zyrtarisht dyert Hoffman Stores, një dyqan që ofron një gamë të gjerë produktesh në fushën e kozmetikës, higjienës dhe kujdesit personal. Hoffman Stores sjell produkte nga marka të njohura ndërkombëtare, duke përfshirë kozmetik, kujdes për lëkurën dhe flokët, parfuma, produkte higjienike si dhe artikuj për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë. Dona Zeka Seremi, menaxheri kësaj pike në Gjakov, tregoi më shumë detaje rreth hapjes së Hoffman Stores. Në pikën më të re të Hoffmanit, Hoffman Store në Gjakov gjeni shumë asortiment. Është duke ja nisë prej impulsivës, që ka produkte ushqimore, janë me proteina, të vazhdu të hair care, janë shampunat, është higjiena shtëpiake, sanë që duhen çdo shtëpie, kena botën e bebave, që përmbon krejt produktet për beba, është bota meshkujve, bota femnave, ku ka skin care, është derma, janë produktet korone, të vazhdu me make-upin që janë edhe brendet e njohura Tirtirit, e kena Selman, është Maybelline, L'Oreal, Catrice e lloje tjera. Zbritjet i kena 3 ditore për momentin, është rasti hapjes së pikës së re në Gjakov, e kena për çdo produkt, edhe pse ka zbritje është ekstra 15% të orka. Mes tjerash, menaxherja foli edhe për metodën e skin test që ndodhet brenda objektit, një shërbim inovativ që ndihmon klientët të zgjedhin produkte më të përshtatshme për lëkurën e tyre. Skin testi është e re në qytetin e Gjakovës, pasi që nuk është shumë e përhapur nëpër pika. Produktet, shumica që propozohen mbas arritjes së rezultatit munden mi gjetë në pikën tonë. Skin testi bëhet prej personave adekuat që janë trajnuar për këtë pjesë. Edhe për flëndzat që takun, Hoffman Stores në Gjakov ishte zgjedhja duhur për këtë qytet, duke sjell një ofertë të pasur dhe të larmishme për të gjithë qytetarët. Mu vjen mirë që është hapur edhe një pikë e rjetit dyqaneve Hoffman edhe në Gjakov. Unë jam e Prishtinës, edhe kemi Hoffmanin në Prishtinë, edhe duke marrë parasysh gamën e produkteve që e posedojnë, edhe pse mos me qenë edhe në Gjakov një pikë e Hoffmanit. E sidomos sot ku e dim që në ditën kur hapet Hoffmani është me 15% zbritje. Për fund, kjo hapje u mirëprit edhe nga qytetarët e Gjakovës, të cilët tashmë kanë mundësi të kenë qasje në produkte të cilësisë së lartë dhe shërbime të reja brenda qytetit të Gjakovës.